Si mund të hynë brenda në parkim, po themi, edhe kjo që është aktualisht. Si mund të hysh me lëndë eksplozive, ju thatë që hyri dhe nuk u kontrolloi që kishte armë brenda në makinë. Por nëse mund të ketë eksploziv, si do ta kontrollosh? Dhe kur ajo është aq afër perimetrit dhe aq afër nën elementet e pasagjerëve, ku janë pasagjerët. Ku është infrastruktura? Përballë parkimit ka kaluar ato mjete. Dhe ke ndërtesa në afërsi. Më thuaj një aeroport që ka kaq afër ndërtesat. Shikoni, ndjes zoti Softa. Kamera është e fundit. Përpara është elementi njëri që organizon punën, që marrë në rroga për atë punë. Qofse policia e shtetit sot është 11, ka qenë dikur 16-17. Unë mendoj që duhet të rritet numër, se ka shumë probleme. Qofse duam ne të ecim me hapa të shpejta për shkuar në Bashkimin Evropian, këto që po ndodhin e zbejnë Shqipërinë. Pavarësisht të propagandës që bëhet brenda nesh, po tek ata nuk besoj se depërton lehtë. Ndaj, unë mendoj dhe që duhet me do e mos, unë shoh dhe një lloj krize identiteti brenda radhës së policisë shtetit. Shoh krizë leadershipi. Nuk kanë drejtues me emër që unë i njoh. Janë shumë dobët. Nuk kanë, nuk e di pse, kush arsyeja. Policia e fazën ndërpres, policia kriminale zero. Një sekondë të lutem. Nuk kanë karrierë, nuk kanë të shkuar. Që të vish drejtori i përgjithshëm, duhet të kesh një karrierë të caktuar. Ti je absolutisht i pakundërshtueshëm, i ndershëm. 0-0. Do thuash që po njerëzit gjithnjë do gjojnë. Gjojnë po edhe nuk gjojnë. Kështu janë dhe drejtoritë e qarqeve. Dobët, i çojnë edhe kthehen, janë të pa zot, të pa aft, nuk organizojnë, nuk dalin terren. Shqipëria është vend i prapametur, me probleme të mëdha. Këtu nuk është Holland, që rrinë në zyrë drejtorit dhe komandonë, normal, trupat që kanë mbarësi punojnë. Këtu duhet dalin vetë. Kështu është situata. Situata që kam lënë, ka kaluar 20 e ca vjet. Dhe në vend që të bëhet, të ecet përpara, e kundërta. Ka regres. Kështu që kjo është detyrë imperative, një detyrë shumë e rëndësishme. Ajo Ministri e Brendshme është, nuk po diskutoj këtu të vë në dyshim Gjini, se është femër, nuk ka rëndësi, ka dhe në botë. Po ç'lidhje ka Ministri e Brendshme e Hollandës me zonjën këtu nga Shqipëria? Që kërcet Kallashikovi në mes ditës, grabitje, vrasje. S'ka lidhje. Ati është tjetër gjë, botë e qytetura dhe në ndodh. Ata nuk fshejnë, si ndodh këtu. Këtu fshejnë. Si fshejnë? Po fshejnë, vazhdojnë me përqindjet e Enver Hoxhës. E kam zbuluar kaq përqind. Janë totalisht mashtrime. Gënjeshtra. I kam penalizuar në kohën kur kam qenë, nuk më janë dashur shifra fiktive. Nuk hyn kujt në punë. Këtu bëhet me krahasim direkt me vdekje, me vrasje, sa vrarë, sa plagosur, sa vjedhje, këto janë krahasimet. Dhe pastaj mbi to bëhet korrigjimi. Dhe korrigjimi bëhet nëpërmjet punës. Kamera që thot zoti Softa, e të tjera, sateliti ato janë gjitha jo uptoni. Uroj që dhe kjo Dajana, si është kjo? Djela. Më fal, Djela. Kjo Djela, uroj që të jam duke ironizuar, po. Gjithë një element i bazë. Pas 20 vjetesh kishit menduar zoti Havari që eksperienca do zhvendësoj me Jo, sigurisht, sepse unë kam qenë paralel me jam dhe sot. Kam qenë paralel me teknologjinë dhe me zhvillimet, sigurisht që unë kam menduar. Ama, nuk kam menduar kur që mbas 25 vjetësh të ketë vrasje në mes kryeqytetit, mirë atëherë, firma piramidale, shkatërrimi i shtetit e tjera, mase nuk po them se ishin justifikueshme, por ka kalu kaq kohë. Dhe kjo polici të jetë kaq e çfarë mendoni juve? Ndodhi vrasja dhe disa i duhet policisë shkojnë nga Tirana të shkojnë në Rinas? Mund i duhet 30 minutë gjysore, për gjysore ka jo aty, pa i mund të ketë shkuar në Kukës. Apo së kështu, apo kam gabim. Përpara shkon Igli Çelmeta me kameramanët dhe jo po kaq i duhet normalisht. Nuk kam parë në aeroportet e botës, kanë element sigurie, siç thotë zoti Softa, unë jam dakord. Janë 2 furgona me trupa të gatshme që duhet të qëndrojnë atje të armatosur, të veshur, siç janë. Me bëri përshtypje dhe shkatërrimi makinës, me qytetarë zakonshëm atje. Sa ndryshojnë krimet nga koha kur keni shërbyer ju në policinë e shtetit dhe sot? Janë sofistikuara sot. Në atë kohë vërtet nuk ishte në lloj krimi të organizuar, ishin thjesht çështje hakmarrësh personale, 2 luftime, siç thot ky kryeministri janë kokë në njëri tjetrit, nuk thot Emmanuel Macron. Ta han kokë në njëri tjetrit. Një kryeminist serioz, dinjitos, një shtet demokratik, vën lëvizje levat,
që të punojnë, të organizojnë, të lëvizin, të zvendësojnë me njerëz të aftë, që kanë kontributa dhe mund të fshihen poshtë, dhe si ngërë kush, se si janë pjesë, si janë në listën e drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtori i përgjithshëm i Policisë